86.000 ton grur u importuan gjatë vitit të kaluar anise për kultivimin e kësaj kulture bujqësore. Shteti investoi mbi 16 milion euro nga paraja publike gjatë 2023-s. Importi i grurit mbetet në nivel të njëjtë me atë të vitit 2021, ndonse masat stimuluese për bujqet që kultivojnë këtë kulturë ishin 387% më të larta. Por vjet, kryeministri në detyrë Albin Kurti, i shoqëruar nga ministri i bujqësisë Faton Peci, u lavdruan për investimet që qeveria ka bërë në këtë sektor, duke thënë se nuk ka nevojë për import. Të dy përmendën edhe keqpërdorimet që janë bërë me subvencione në të kaluarën. Po, unë me përgjithësi i prodhimit e mbulon importin. E mbulon importin. Edhe s'ka nevojë për import. Edhe s'ka nevojë për import, edhe Kosova për herë të parë e kam thonë për rreth e kësaj dhe e argumentoj qysh doni shkencërisht që e ka mbulu nevojën e bukës më të mirë. Por të dhënat zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë tregojnë se sipërfaqet e mbjella me grur më 2023 ishin për vetëm 2% më të mëdha krahasuar me 2010, ndonse pagesa direkte për këtë kulturë u nënfishuan. Sipas dhënave të draft raportit të gjelbër për 2024, i cili ende nuk është publikuar nga Ministria e Bujqësisë, në vitin 2023 janë mbjell 80 hektar grur dhe rendimenti ishte 303.000 ton. Ky rendiment është më i ulët se sa në vitin 2021, kur kjo kulturë përkrahej me 3.3 milion euro. Më 2021, rendimenti ishte 322.000 ton, apo 6% më i lartë se sa më 2023. Gruri është në mesin e shumë produkteve që Kosova edhe e subvencionon, por edhe e importon. Të dhënat e doganës tregojnë se vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti janë importuar mallra në vlerë prej mbi 2 miliard euro, apo 15.5% më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. E kundërta ndodhi me eksportet, të cilat edhe pse të pakta në numër, pësuan rënje prej 10 milion krahasuar me periudhën janar-prill të 2024-s. Kjo ka bërë që deficiti tregtar të thellohet dhe të jetë më i madh se sa në vendet e rajonit. Sipas ekonomistëve, deficiti tregtar i Kosovës shkon deri në 32% të brutoproduktit vendor. Blendi Hasaj, drejtori i Institutit GAP, thotë se këto të dhëna flasin se Kosova është ekonomi konsumuese, që importon shumë, por që nuk prodhon. Ky konsum po vazhdon të rritet për disa arsye, qoftë themi me një për shkak të një norme të theksuar të rritjes së kreditimit në vend, e cila ka qenë veç mas e theksuar në këto 3-4 vitet e fundit, vazhdimin e dërgesave të mëdha të diasporës, që pashtu rreth 80 ose 90% e tyre pashtu shkojnë në konsum, por edhe investimet që po i bëjnë themi diaspora në patunshmëri e tjerë që nxisin themi edhe importin e produkteve dhe për ndërtim dhe çështjet e ngjashme. Kjo është pra pak a shumë çfarë po e nxit konsumin në vend dhe kjo përballë themi një ekonomie ku eksporti nuk është se po arrin të zgjerohet apo që të ketë kapacitetet mjaftueshme që të hyjë në tregje të reja, pra të kemi diversifikim të tregjeve në cilat i plotësojnë produktet, të rritet vëllimi i prodhimit, të përmirësojmë ose të avancojmë disa praktika në përndërmarrje që do të mund të eksportonin më shumë. Dhe si rrjedhoj, pra, ne vetëm se po shkojmë në vend që të kemi pra një përmirësim, po vret një stagnim. Si një ekonomi e vogël dhe me kapacitete të kufizuara, Kosova e ka vështirë të konkurojë me ekonomitë e mëdha dhe të specializuara për disa produkte, siç janë nafta, veturat dhe pajisjet teknologjike. Por ajo nuk po arrin t'i përmbush nevojat e saj as me produkte që mund të prodhohen në vend e që subvencionohen edhe nga shteti. Aktualisht, ajo struktura kryesore e produkteve të cilat ne
importojmë, normalisht që pjesën më të madhe përbën nga disa produkte që ne nuk mund ta kemi një përparësi krahasuese, sikurse se për shembull është importi i produkteve të naftës, kemi produktet sikurse vetura, pra themi kategoria e dytë ose e tretë më e madhe e importeve gjatë vitit janë veturat, ose kemi themi pajisjet specializuara ose makineri industriale, kemi kondicioner të ajrit, pastaj kemi edhe produkte tjera sikurse plastik, mirë po ka edhe të tillë tjera, pra që vihet në një temë tjetër që kanë bëjë me produkte, sikurse që është mishi, sikurse që janë disa veshje, apo edhe themi edhe fruta të ndryshëm, cilët pastaj na binë në këtë pjesën që e ngrit këtë pyetjen se a mundet Kosova të themi t'i zëvendësoj në masë më të madhe këto produkte që po importohen ende me vlera të larta me miliona të themi gjatë vitit. Profesori i ekonomisë Ilir Hajdini thotë se është koha për klasifikim se ku duhet të ketë subvencionim. Duhet që bujqësia shumë e rëndësishme që të mbohet një stabilitet social. Ato e bujnë gjitha venet, gjitha nej, aty ka hapësirë dhe që të përmirësohet qasja në, për shembull, sasin, llojin dhe kujt apo kush subvencionohet. Mirë, po është ekstrem e rëndësishme që pezom industritë të cilat kanë potencial ato të përkrahen. Pezom nëse i shikojmë shërbimet në fushën e shërbimeve të IT-s. Apo ma konkretisht kompanitë që janë duke ofruar shërbimet call centers. Financimi në bujqësi është rritur ndër vite. Nga 46,9 milion euro më 2019, vlera ka shkuar në 72,1 milion euro më 2024. E rreth 2 milion më shumë është vlera e financimit të këtij sektori më 2025. Por vendi vazhdoi të importojë produkte që mund t'i zëvendësoj. Vetëm vjet sipas të dhënave të doganës së Kosovës u importuan rreth 53.000 ton mish nga vende të ndryshme të botës. Të dhënat të njëjta janë edhe gjatë vitit 2023. Ndërkohë shteti për majmëri të viçave të cilët destinohen për thirrje ka ndarë rreth 350.000 euro më 2023 e më 2022 rreth 200.000 euro. Numri i përgjithshëm i gjedhjeve ka rënë dukshëm gjatë dekadës së fundit. Nga mbi 329.000 copë në vitin 2012, më 2019 ishte më pak se 258.000. Edhe numri i lopëve qumshtore ka ndjekur të njëjtin trend duke zbritur nga 183.340 më 2012 në 129.897 më 2023. Kjo përbën humbje prej rreth 30% në një dekadë. Ky reduktim ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në sasinë e qumshtit të prodhuar. Prodhimi vendor i qumshtit ka qëndruar afërsisht në nivelin e 275 deri në 285.000 ton në vit. Importi i qumshtit vazhdon të jetë i lartë. Në vitin 2023, Kosova ka importuar 65.567 ton qumsht, ndërkohë që ka eksportuar vetëm 1.811 ton. Kjo pabarazi evidenton varësinë nga tregjet e jashtme dhe mungesën e konkurrëshmërisë së prodhimeve vendore në tregun rajonal dhe më gjerë. Se vendi po përballet me pamjaftueshmëri të prodhimit vendore, thotë edhe profesori i bujqësisë Imen Rustinovci. Por një gjë që është evidente, Kosovë bën shumë gabime në bujqësinë periudhën e pas luftës. Ne nuk krijuam një mekanizëm ekzekutiv që truajmë tërësinë teknologjike të tokës. Përpasoj u përdonuan, u shkatruan, u tjetërsuan, u kesh menaxhuan dhjetra mira hektar sot. Flas me përgjegjësi profesionale dhe penale. Nuk ka njeri në Kosovë që din sa është sipërfaqja punose për kapita ose për kokë banorit. Një formë e mbështetjes nga qeveria e Kosovës për bujqësi janë edhe grantet. Ato janë rritur nga 1,2 milion euro sa ishin më 2014 në mbi 4,4 milion euro më 2022. Anise grantet janë katërfishuar, sipërfaqja me të mbjella më 2022 ishte 6.514 hektar, apo pak më shumë se 300 hektar krahasuar me 2019.
Ne duhet të punojmë në teren, në një emrus të përbashkë, në mes të gjitha shërbimeve këshillimore, dikasterit përkatës dhe fermerit, qoftë ai prodhues ose përpunus, që të avansojmë prodhimin vendor dhe vetëm me rezultate konkrete ne mund të ulim importin në mënyrë që të mbaremi sa ma pak nga tregu i jashtëm. Sigurisht që tregjet që dominojnë Kosovë janë të vendeve të afërta, arsyeja kryesore është transporti që del me kosto më të lirë. Pra, përderisa nuk kem rezultate konkrete në teren, ose metodologjia e punës së mosave stimulative që zbatohet nuk është e duhur, ose kriteret të cilat i aplikojnë nuk janë të qelluara. Përderisa ka pasur rritje të financimit ndër vite dhe prodhimi ka mbetur i njëjtë, sipas Blendi Hasaj nga Instituti GAP duhet të ketë rishikim të politikave. Besoj që do të rishikohet edhe njëherë tërësisht forma e financimit në sektorin e bujqësisë, që të sigurohemi, pra që të kemi një kthim adekuat nga investimi që po bëhet në këtë sektor, pasi që është shumë e rëndësishme që të kemi një avancim edhe të praktikave të mira, të themi, edhe të mbjelljes, edhe praktikave tjera që ndërlidhen me sektorin e bujqësisë, që mendoj që ndihmojnë dhe edhe tregojnë nga shtetet tjera që kanë ndihmuar. Për shembull, kemi pasur fundmi në disa shtete që përdoret edhe inteligjenca artificiale, themi për të në sektorin e bujqësisë që të rritet produktiviteti, ku në kultura të caktuara ka ndikuar që të rritet produktiviteti deri në 30%. Të dhënat tregojnë se Kosova nuk ka politikë industriale. Sipas ekonomistëve, edhe pse ka plane apo dokumente, ato kanë mbetur në sitar të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Koha ka kërkuar nga ky dikaster qeveritar përgjigje se cilat janë masat e ndërmarra për përmirësim të deficitit tregtar, por nuk ka marrë përgjigje. E profesori Rusinovci flet për mungesën e industrisë ushqimore që do të ndërlidhej me prodhimet bujqësore. Përveç që ne karakterizohemi me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor, politikat bujqësore duhet cytin, duhet motivojnë fermerët e duhur që ne të mendojmë për pasardhës që të aktivizojmë edhe industrinë ushqimore, e cila ishte dikur në Kosovë dhe sot nuk ekziston. Nëse vërtet ti nuk ke levërdi ekonomike si fermer të kultivosh grur, nga prodhimet e grurit mund të bëhen grizra të ndryshme, gjëra të tjera që blejnë, domethënë pastiqeri të shumta e tjera, ose gruri i fort, jashtë quajtur i dorom, që në pjesën e rrafshit të Dugazinit mund të ketë sukses të prodhojmë testenine që i quajmë popullat makarona e tjera. Pra, nëse prodhimi primar që prodhohet në bujqësi njëjti nuk finalizohet në industri ushqimore, që realisht shumë rrallë ose pak po finalizohet tek ne, në një farë formë ose formën tjetër nuk e kemi dhënë prodhimin. Ndonë se ka pasur rritje të eksporteve viteve të fundit, deficiti është thelluar shkaku i rritjes së importeve. Sipas njohësve të fushës, kjo dëshmon se rritja e eksporteve pa politika për zëvendësim të importeve nuk e ul deficitin tregtar. Ka nevojë që sot efikasiteti të ngritet, sepse shoh këtë potencial dhe këtë mundësi. Unë nuk dua të jam kështu megaloman të them që Kosova mund ta bie importin në zero, është e pamundshme një gjë e tillë. Kushtet tona agroekologjike spërkojnë me kultivim të rizit, me kultivim të kafës, me kultivim të agrumeve, shumë bimë tropikale. Ato duhet të blihen, por të kem import të madh të grurit, miellit të grurit, të produkteve të grurit, domethënë për industrinë ushqimore që realisht është jo funksionale në Kosovë, misrit, qumshtit, mishit dhe nënprodhimeve të mishit, është goxha e pajustifikueshme, sepse vite më parë nuk i di vlerat për menç, por besoj që nuk huqi shumë, kem pas vlerën totale të importit 700 afër 1 miliard. Vitin e kaluar domethënë e ka kaluar dhe dhënat nga statistika janë që të i kalojnë miliardin është e pajustifikueshme. E prodhimi vendor, megjithse po financohet nga paraja publike, në disa raste det të jetë më i shtrejtë se sa produkti i importit. E kjo sipas Blendi Hasajt është barë dyfisht për qytetarin. Mirë, po arsyeja kryesore besoj që mbetet këtu që nuk kemi arrit që të krijojmë këtë produktivitetin
i cili do duhet të krijohej në sektorin e bujqësisë me formën e financimit. Dhe realisht ne mendojmë që orientimi të paktën duhet të jetë në 2 ose 3 masa. E thash atë që të kemi indikator të saktë të matjes së performancës dhe të monitorohet kjo, dhe të shihet se ku janë ato hallkat, themi që po dështojnë që ne mos të kemi performancë më të mirë, ta ndërlidhim shumë më shumë financimin në bujqësi me kthimin ose me rendimentin që del nga kulturat e caktuara, pra ta kemi themi një baraspesh dhe jo themi të financohet diçka vetëm për sipërfaqe, me atë sa mbjellet apo për inpute, mirë po edhe me atë që prodhohet, mirë që të stimulohet rritja e produktivitetit, sepse kështu edhe vetë fermerët tentojnë që gjejnë praktika më të mira që të arrisin produktivitetin. Nevojën për një monitorim më të detajuar të parave që shteti investon në sektorin e bujqësisë, e shpreh edhe profesori Rusinovci. Ai thotë se fermerët duhet të monitorohen dhe të përcillen në vazhdimsi për zbatimin e hapave në mënyrë të duhur. Se ne kemi ngecë bukur shumë, pavarësisht iniciativës së mirë të qeverisë përkatësisht digesterit që t'i stimuloj fermerët në monitorim në teren, domethënë që duhet t'i përcjellëm në vazhdimsi për mënyrën e zbatueshmërisë së atij ose asaj mose stimulative që të ketë efikasitet për një kulturë caktuar, për një rast të caktuar të kafshëve shtëpiake, qoftë premia të qumshtit, domethënë e cila bëhet gjithmonë konform kriterit të përmbajtjes së yndyrës që duhet të jetë sipas klasëve e parë, e dytë, e tretë kështu me radhë. Pra, nëse ne kemi piksynim që Kosova të integrohet në Unionin Evropian, domosdoshmërisht duhet t'u atashohemi standardeve të sasisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore, sepse përndryshe tregu të përjashton. Koha ka kërkuar nga Ministria e Bujqësisë informata pse Kosova vazhdon të importojë sasi të mëdha të produkteve bujqësore, si perimet, qumshti apo gruri, ndërkohë që këta sektor subvencionohen nga shteti, por nuk ka marrë përgjigje. Ajo nuk është përgjigjur as për kritikat për monitorim pas dhënies së subvencioneve, e as pse disa produkte që subvencionohen nga shteti kanë çmime më të larta në treg se sa ato që importohen. Para 2 vjetësh, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar një studim që ka identifikuar 36 produkte me potenciale për zëvendësim të importit. Sipas studimit të Mintit, i cili është përgatitur nga një konsulent i jashtëm, produktet e bylmetit dhe mishit kanë potencial për zëvendësim të importit. E të dhënat nga Ministria e Bujqësisë tregojnë se Kosova qëndron mirë sa i përket prodhimit të vezëve, prodhim ky që mbulon nevojat e konsumit të brendshëm.